Përshëndetje. Shërimi merr kohë. Tema që dua të diskutoj sot me ty. Ndjesitë që dua të ndaj në këtë video janë ndjesitë të cilat i përjetojnë shumë njerëz, po i mbajnë me shumë fanatizëm të fshehta. Janë mendime dhe reflektime shumë të thella pas vëzhgimeve. Kam vëzhguar shumë njerëz me të cilët unë punoj, shumë njerëz me të cilët më shkruajnë në rrjetet sociale, shumë familjar, njerëz të afërt në përditshmërinë, jetën e përditshme. Shërimi të merr kohë. Keqkuptimi kryesor është që shërimi emocional dhe pritshmëritë jo reale dhe jo të logjikshme që ne kemi është që transformimi i jetës ndodh menjëherë. Supozohet të ndodh brenda një periudhe që zgjat një trajnim, brenda një libri, brenda një dite, një jave, një muaji apo një viti. Por njeriu i cili është sot dhe ekziston, ai person që ka një telefon në dorë tani dhe po më shikon mua nëpërmjet ekranit, pra ti je krijuar pas shumë vitesh, me trauma të përsëritura, me modele mendimesh të përsëritura, me modele sjelljes të përsëritura dhe me cikël energjie në formën e reagimit emocional të përsëritur. Pra sistemi yt nervor të kontrollon jetën dhe ai sistem nervor është programuar i tillë me këto lloj reagimesh pas shumë vitesh që ti ke qenë i ekspozuar në një ambient të caktuar. Një ambient i caktuar ty të ka sjell këtu ku je sot. Me këto trauma, me këto ndjesi, me këto frikra, me këto pasiguri, në fundit të ka sjell në një njeri që nuk gjen dot paqe, trup, shpirt, mendje. Je në një luftë brenda vetes tënde. Dhe aq më tepër duhet të shtiresh aty jashtë sikur ti e ke zgjidh jetën dhe çdo gjë e ke në terezi, kur në të vërtetë ti nuk e ke zgjidh jetën. Ambienti i ri. Ambienti i ri ku ne vendosim veten krijohet me kalimin e kohës. Sepse duhet kohë që ti ta falësh, ta bekosh, ta lejosh të largohet, të transformohet njeriu që është krijuar tani. Dhe pasi ti e merr këtë kohë dhe e lejon të largohet, duhet akoma më shumë kohë të ndërtosh njeriu që ti do që të ndërtosh. Po zhvillimi personal ka marrë një devijim. Në sfond janë zhurmat që luan Edi me vajzën. Po bëjnë gol, po luajnë futboll në shtëpi. Ideja është por i ktheva mbylla dyert se më shpërqendronin zhurmat. Ideja është që duhet jemi më të butë me veten. Ideja është që duhet t'i rikthehemi, sepse ky zhvillimi personal vitet e fundit ka marrë një devijim. Gjithë rrjetet sociale kanë marrë një devijim që mua nuk më pëlqen. Është ai devijimi që të gjithë mentorët postojnë vetëm me qëllimin që të promovojnë trajnime që ndoshta gabimisht e kam bërë dhe unë. I gjithë qëllimi është promovim trajnimesh, i gjithë qëllimi është promovojmë libra, promovojmë seminare, promovojmë ritrite, por nuk është ky misioni. Nuk ka qenë ky misioni im të paktën. Misioni është që ne të shpërndajmë dritën. Dhe kush do më shumë dritë, patjetër ti do ofrosh një trajnim, se ndryshe nuk e si ta transformosh masën. Ti patjetër që do ofrosh kohë 1-1, sepse ndryshe nuk e se si ti japësh më shumë kohë dhe drite një individi specifik që do të investoj dhe vetja. Por qëllimi nuk është vetëm trajnimi libri, nuk është qëllimi të fitimi. Qëllimi është shkëmbimi i energjisë, dhe shkëmbimi i energjisë duhet bërë në mënyrën e duhur, me pastërti. I gjithë zhvillimi personal është devijuar dhe këto propagandat që bëhen në rrjetet sociale që ti transformohesh brenda një trajnimi, ti transformohesh brenda një libri, ti transformohesh këtu me mua, nuk janë të vërteta. Patjetër që transformimi ndodh, sepse un kam dëshmi qindra mijëra dëshmi nga njerëz që vërtet kanë ndryshuar duke lexuar libra, duke bërë trajnime me mua. Dhe shpresoj të ketë ndodhur me njerëz të tjerë, me mentorë të tjerë, se sa më shumë transformim aq më mirë është. Por nuk ndodh asnjëherë magjia brenda një trajnimi, apo brenda një dite, apo brenda një nate. Duhen vite, jetë, dhe njerëzit keq kuptohen, unë nuk dua që ti të keq kuptohesh. Realiteti i ri, personi i ri që ti do krijosh, do krijohet çdo ditë nga pak, çdo ditë me afirmime, çdo ditë me teknika, çdo ditë me ushtrime, çdo ditë duke implementuar atë formulën transformuese që unë jap te trajnimet e mia. Por unë asnjëherë nuk dua që njerëzit të keq kuptohen, të mendojnë se ndodh shumë shpejt, të mendojnë se unë mentori atyre kam në vijë jetën. Secili nga ne këtu në tokë, për sa kohë është njeri, asnjëherë nuk e ka vënë në vijë jetën e vet. Të gjithë në një aspekt apo në një tjetër kemi dyshime, kemi pasiguri, kemi frikrat tona, kemi dilemat tona, kemi dhimbjet tona shpirtërore, kemi sfidat tona emocionale, kemi luftën tonë mendore. Të gjithë sepse jemi njerëz.
Nëse ne nuk do kishim asnjë nga këto, do ishim pezull në ajër, nuk do ekzistonim më në këtë realitet. Ne jemi në këtë realitet që pavarësisht imperfeksioneve, pavarësisht këtyre betejave që ne kemi në brendësinë tonë, sërish të shpërndajmë dritën dhe ta bëjmë masivisht, sidomos ne që jemi të zgjedhur për ta bërë këtë. Që e kemi mision, që kemi marrë rolin e një mentori, të një udhëheqësi shpirtëror, emocional, mendor. Se është përgjegjësi e madhe, prandaj unë ndihem përgjegjëse dhe prandaj dua ta bëj këtë video, se shumë njerëz bien prap në atë gropën ku kanë qenë. Jo, është në rregull, është në rregull, është në rregull, është çdo gjë okay. Është normale. Është normale të ndihesh sërish të lëmsh edhe pse ke vite që punon me veten. Sepse fazat këtu në planet se si ndodh ai evolimi, se si ndodh gjithë evolimi njerëzor, i qenies njerëzore, janë me valë energjie. Kur vjen një valë e caktuar energjie, nxjerr shumë beturina nga ne. Dhe është ajo që shpjegova në fillim të videos, sa më shumë vite të kemi qenë ne të ekspozuar në një model të caktuar, në një mënyrë të caktuar jetese, aq më shumë beturina kemi për të nxjerrë ne kur vjen një valë e caktuar energjie. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që ti ta kuptosh. Transformimi ndodh, unë kështu jam transformuar, po jo brenda një jave, 4 javësh, 5 muajsh apo 1 viti apo 4 vitesh. Unë kam 6 vite që jam mentore, kam më shumë se 7 vite që kam filluar punën e brendshme me veten, dhe sërish do vazhdoj derisa të jem gjallë të punoj me veten. Se ky është keq kuptimi. Ju i ktheni në idhuj mentorët, ne nuk jemi idhuj, unë s'mund të jem idhulli yt. Unë jam një njerëz si ti. Thjesht unë kam guximin sepse kam pjesë të misionit të ndaj ndjesitë mia më të errta, të ndaj grimcat e mia më të fuqishme të dritës, të ndaj të dyja ekstremet, që njerëzit e zakonshëm nuk e kanë guximin ta bëjnë sepse nuk e kanë mision ta bëjnë. Unë që kam mundësinë ta bëj dhe mision dhe dëshirë dhe forcë dhe guxim ta bëj, do ta bëj me integritet, do ta bëj me sinqeritet, do ta bëj duke ndarë dhe dritën po dhe errësirën. Ju i keni kthyer mentorët në idhuj, duke thënë që sa e fuqishëm. Mos krijoni iluzione të gabuara. Mentori është njeri. Psikologu është njeri, trajneri është njeri, jemi njerëz dhe kemi imperfeksionet tona. Dikush zgjedh të nxjerrë vetëm anën e bukur që ty të fusin në depresion. Dhe ty të bëj të mendosh që ai është perëndi dhe di më shumë se ti dhe ka arrit më shumë se ti. Dhe jam dakord, mund të di më shumë se ti dhe mund të ketë arritur më shumë se ti. Por në fund të ditës jemi njerëz, kemi një kostum njerëzor dhe nuk mund të kthesh ti një kostum njerëzor në idhull. Jo, nuk mund ta bësh, sepse kjo që të fut në depresion. Edhe kjo që të bën ty të besosh që je më pak, po ti nuk je më pak, ne jemi të gjithë të barabartë. Dikush ka mision ndryshe, dikush ka evolim shpirtëror ndryshe, dikush ka esencën e shpirtit ndryshe, dikush vjen nga një lloj X dimensioni, nga një lloj yjesie, flas për shpirtin, patjetër kemi ato diferencimet tona që në trupin njerëzor na bëjnë ndryshe në karrierën që zgjedhim, na bëjnë ndryshe në rrugtimin jetësor, mënyrën se si e jetojmë, na bëjnë ndryshe në shfaqjen që kemi aty jashtë nëpërmjet rrjeteve sociale, sepse rrjetet sociale është si ajo, shiko pa dritarja aty. Është si një dritare në këtë realitet që ne na ka mundësuar shpërndarjen masive të dritës, por ne e kemi keq kuptuar këtë gjë dhe kemi lejuar që në këtë dritare përveç dritës të hyjnë ca energjitë e errta, pastroj energjitë e errta. Mos lejo që ti të krahasohesh me dikë tjetër. Mos lejo që ta ulësh veten tënde poshtë. Mos u krahaso fare me askënd. Kemi ecë në këpucë të ndryshme, kemi pasur sfida të ndryshme, kemi misione të ndryshme, kemi ADN të ndryshme, kemi kode të ndryshme në ADN-n tonë. Nuk mund të krahasojmë njëri me tjetrin. Këtë doja të ndaja në këtë video, u zgjata pak dhe më vjen mirë që u zgjata, sepse kjo video është për ndjesitë e mia dhe unë i kam vënë detyrë vetes dhe i kam premtuar vetes që Jona, ti do jesh më pranë me njerëzit, siç e ke nisur në 2020-ën, sepse janë kthyer këto postimet 1 minutë e gjysmë video, se po shkon më shumë nuk e promovon Instagrami, pastaj lodhen njerëzit. Jo, mjaft e kthyem Instagramin në një gjë të errët. Instagrami për mua ka qenë një dritare dritë pozitiviteti, ka qenë një diell i bukur që unë kam shpërndar rrezet e mia me njerëzit prej 6 vitesh. Viti fundit që u bë kaq robotik, unë nuk mundem më. Nuk jam unë kjo dhe nuk ka qenë ky misioni im. Jo, misioni im është tjetër, gjë ka qenë dhe do mbetet i njëjti, të shpërndahet drita. Kush do të marri më shumë dritë, kush do të marri më shumë kohë, një me mua janë trajnimet, por misioni nuk kam qenë që unë të bëj trajnime, që unë të bëj libra dhe të shes njerëzve. Kujdeset universi për mua që të më shpërblej financiarisht nëpërmjet teja apo dikujt tjetër që vlerëson punën time, që do të bëj trajnime me mua dhe që vlerëson shkrimet e mia, krijimet e mia që janë librat e mi. Por misioni im ka qenë unë të shpërndaj dritën time dhe unë dua të rikthehem me misionin tim. Nuk dua, është okay ta humbasim rrugën, por kërkon shumë vetdije të lartë dhe guxim që të dalësh hapur, ta pranosh që e ke humbur rrugën dhe të rikthehesh rrugës. Dua ti të marrësh këtë shembull nga unë, nuk jemi perfekt, askush nuk është perfekt. Askush.
Dhe është okej ta humbasim rrugën, por pak janë ata që rikthehen. Ktheu te Zoti, ktheu te vetja jote, ktheu te misioni, ktheu te drita. Tani më shumë se kur kemi nevojë të jemi të vërtet, autentik, të nxjerrim errësirën tonë aty jashtë, ta pranojmë që e kemi dhe sërish ta bëjmë me dritë dhe me dashuri. Tani më shumë se kur kemi nevojë të jemi të vërtet. Dhe ky është misioni im që nga 2020 dhe këtë kam bërë që nga 2020. Vazhdojmë për mbushjen e misionit, që jemi në vazhdim.